Zëvendës kryeministra Belinda Balluku ka inspektuar qendrën e monitorimit në tunelin e Llogaras. Balluku shpreh se çdo gjë është e monitoruar nga policia rrugore për të shmangur shkeljet e kodit rrugor. Ministra e Energjetikës dhe Infrastrukturës tha se çdo gjë është e monitoruar nga kamerat e sigurisë dhe se çdo kush që kryen shkelje do të gjobitet, ndërsa masa administrative vjen online dhe mund të ketë penalizime tek leja e drejtimit. Është shumë e rëndësishme që të gjithë drejtuesit e automjeteve të kuptojnë që janë të monitoruar brenda tunelit Llogaras. Dhe javën e fundit që kemi nisur operimet, edhe një herë nga e para, kemi pasur raste të thyrjes të kodit rrugor. Gjë e cila duhet evituar plotësisht në tunelin e Llogaras. Në tunele nuk ka parakalime, sinjalistika është e plotë dhe duhet respektuar. Do ju tregojmë kamerat, sepse duhet ta dini të gjithë që gjithçka është e regjistruar. Dhe duke qenë se është e regjistruar, policia rrugore ka çdo fajl nga çdo minutë i operimit të tunelit. Kështu që detyrimisht të gjithë ata që e kanë shkelur limitin e shpejtësisë, të gjithë ata që kanë shkelur rregullat e sigurisë rrugore, që është për shembull rasti parakalimeve në tunel që është i pa tolerueshëm, duhet të dinë se do të përballen me policinë rrugore, e cila padyshim do të marrë masat e duhura. Nëse nuk ju ka ndaluar, nuk do të thotë që nuk do të vi një gjop apo një penalizim për sa i përket lejes së drejtimit. Jemi plotësisht në dijeni të gjithçkaje, kështu që drejtuesit e automjeteve duhet ta dinë këtë. Pra, sot u munduam që të bëjmë transparencë, unë e kërkova këtë inspektim sepse dua që drejtuesit e automjeteve në respekt të jetës tyre, në respekt të jetës pjesëtarëve të tjerë që kanë në automjetet e tyre, që janë familjar apo lëvizim për punë apo gjithçka tjetër, duhet që të jenë të kujdesshëm pasi ne, siç e thesh më bukur, jemi në dijeni të gjithçkaje që ndodh brenda tunelit. Madje edhe të nivelit të CO2-shit, se a është në nivelin e dur apo po e kalon nivelin e dur për të rritur fuqinë fise të ventilatorëve. Tuneli Llogaras u hap në 24 maj, ndërsa do të jetë pa pagesë deri në datën 15 shtator.